E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi këtë herë bashkë me mua Tirona Lilin në këtë moment të vonë, në këtë orë të vonë, për të komentuar pak Klodin edhe Elionën. Sonte ishte dasma në shtëpinë e Big Brotherit, një dasëm me energji të bukur. Në fakt unë prisja që të jenë të ftuar dhe banorët e tjerë, realisht, por nuk ishin të ftuar. Do të thënë produksioni kishte përzgjedhur që dasma të bëhet mes banorëve që janë brenda shtëpisë dhe të ftuarit special në këtë mes ishin opinionistët Alaudini, Jonida dhe Ylka Kuqi. Dasma ishte me shumë atmosferë, pa marrë parasysh që ishin pak banor, bën një atmosferë të bukur, allegro, energji, pozitivitet. Do me thënë, u duk sikur ishin 100 mysafirë të ftuar brenda kësaj dasme. Dhe për dasmën organizimin i përgëzoi. Ajo që në fakt tregoi shumë kimi dhe u jetua masovikisht ishte treshi për sheshi. Lëndrimi ishte përzgjedhur që të luan rolin e priftit të unazave, i cili në fakt edhe bekoi martesën efektive të Klodit edhe Elionës, një martesë pak më e dukshme efektive nga Big Brotherat e tjerë që jemi mësuar të shohim. Eliona, e cila në fakt u përfshi jashtëzakonisht shumë brenda kësaj feste dhe jetoi këtë dasëm, Eliona e përjetoi sikur të ishte dasma e saj e vërtet dhe e pash që i shëndrisnin syt, ishte aq e lumtur sa që nuk donte që të ketë fund ky momenti dhe e pash që dashuroheshte edhe më shumë te Klodi, nga që ka krijuar në fakt një përqyeshmëri, edhe pse Klodi është i lidhur jashtë. Unë jam i bindur që kjo dashurin, apo kjo martes, apo kjo lidhje nuk do të vazhdon, por edhe nëse do të vazhdon, asgjë nuk ka të keqe, njeriu ka të drejtë të dashuron. Mendoj që Klodi përzgjedhë një gocë shumë të mirë sepse ka një kimi të jashtëzakonshme me Elionën. Ajo që në fakt nuk më pëlqeu brenda kësaj dasme ishte Benita, e cila do me thënë ka ato thyerjet shpirtërore që Klodi nuk arritin dot ta bën për vete, por gjithsesi, unë mendoj që Eliona e përjetoi këtë dasëm. Tani Eliona ka ndjenja për Klodin, kjo u duke edhe sonte. A do të vazhdojnë apo jo jashtë me afrimitetet e tyre? Ai Klodi mori dritën e gjelbërt edhe nga babai i Elionës, që është e bukur që të vazhdoni këtë trio që në fakt keni ndërtuar brenda kësaj shtëpie dhe jashtë. Por gjithsesi këtë do shohim, por që do t'jenë çift, unë nuk i shoh sepse Klodi edhe sonte realisht gjatë gjithë festës, gjatë gjithë ambientit që u organizua, ishte jashtëzakonisht shumë i përmbajtshëm.